Gjithçka nisi me ngritje në fluturim 30 shtator më parë të një formacioni B2 nga baza në Missouri drejt bazës në paqësor. Një transferim saktësuan burimet e New York Times për arsye mbrojtëse, por ishte një kamuflim pasi destinacioni përfundimtar ishte Irani dhe ashtu ndodhi. B2 hodhen 12 bomba GBU-57, super bomba prej 14 tonësh, 10 mbi Fordo, vendi më i rëndësishëm, dhe 2 mbi Natanz, një tjetër nyje bërthamore në Iran. Një seri prej 30 raketash të lëshuara nga marina ushtarake goditën Isfahanin, nyja e tretë e rrjetit bërthamor. Amerikanët shfrytzuan korridoret e hapura nga ofensiva izraelite që çoi në një reduktim të konsiderueshëm të mbrojtjes kundër ajrit, e cila ishte dobësuar nga luftimet e mëparshme. Pajisja u zhvillua në gjysmën e parë të viteve 2000, duke u menduar për përdorim vetëm kundër vendeve armike, nga Korea e Veriut deri tek Republika Islamike. Më pas u modifikuar për të rritur fuqinë shkatruese me inovacione që nuk janë zbuluar plotësisht për arsye sigurie. Sipas Donald Trump, Fordo pas sulmit është fshirë nga faqja e tokës. Teherani kundërshton duke thënë se dëmet kanë qenë të pakta. Pas disa orësh do të kuptohet më mirë rezultati, edhe pse duke qenë një strukturë nën toksore, nuk është e thjeshtë të kemi detaje mbi efektin e sulmit, theksojnë mediat e huaja.